mëngjes, që ka marrë malli për ne? Më del vesh i madh. Sa kam të madh vesh. Unë kisha hedhur një as dhe sot jam zgjuar me këtë pyetjen këtu. E po kërkesat tuaja ne i zbatojmë gjithmonë, kështu që do bëjmë bashkë make-up me buzë të kuqe fix si ky Kendall Jenner. Kam bërë pak vetëm buzët me lip balm. Tani, që shofim të ky make-up janë vetullat e definuara, sytë shumë të lehtë, baza e pastër dhe buzët të kuqe. Besoj që ka gjë keni kuptuar për mua tani, që make-upi im fillon gjithmonë me vetullat. Po pjesa ime e preferuar tek vetullat është konturimi. Duken shumë të errta, por ne gjithmonë i besojmë procesit. Është radha e bazës dhe siç thash, baza është shumë e lehtë dhe e pastër. Ky është krem dielli me ngjyrë, nuk vendosin fondatin ditës, bëjeni mirë vetes, lëkurës tuaj. Dhe, siç ju them gjithmonë, e tamponojmë shumë me sponge. Nëse ka një gjë që unë nuk do jetoja dot pas blushit, po flasim gjithmonë për bazën, është konturi ose bronzeri. Shifni ndryshimin tani. Jam e bardhë si fantazam, si zombi. Nuk jam e bardhë. Sa mbëlsi e fytyrës. Konturi është një tresh në fytyrën tuaj. Është fix një tresh, duhet të hapet në këtë mënyrë, që të balancohet kudo. Kështu. Tani vendos pak concealer dhe pres të thahet, pak. Dhe radha e blushit! Por realisht gjëja më e mirë që mendoj që është pikur për make-upin është pudra e thatë. Por lyesha në fillimet e mia fare kur kam qenë 15 vjeç dhe se njihja fare pudrën e thatë, e make-upi shkrinte. Si që thash, sy do t'i bëjmë shumë të lehtë, do marrim vetëm pak ton kaf dhe do bëjmë gjithë bazën e syrit. Pastaj do lëmë dhe çapikët. Tani është momenti së vërtetës. Këto janë të kuqe dhe vetëm që unë mund atë gjeja në shtëpi. Do vizojmë pak buzën me një laps që është pak fare më errët se kuqja, pak në vishnje. Nuk e bëjmë kur overline të kjo pjesa këtu. Këtu e bëjmë pak, këtu asnjëherë. E bëjmë sipas vijës së buzës. Dhe te pjesa këtu sipër mund ta bëjmë pak overline dhe cepat sipas vijës së buzës. Mbushim pak ansoret këtu. Ok, rregullim pastaj me concealer. Ansoret këtu. Dhe mesin. Marrim buzëkuqin e kuq, pak me kujdes, sepse i kuqi, sidomos kur është mat, hapet shumë dhe ngel shumë me zikën, kështu që e nisim nga mesi dhe vazhdojmë në këtë mënyrë. Nga brenda buzës i jashtë. Njësoj dhe sipër. Sa frik. Tu duket janë perfekte. Dhe mua më shkojnë buzët e kuqe, nuk më kam pëlqyer fare dikur, por kam hedhur një video, ato që keni bërë ju stikera për TikTok që bëj kështu, e kam kuptuar që vërtet më shkojnë. A duken fiksi Kendall? A e motra e saj tjetër?
Jam i sigurt që edhe ky make-up ju ka pëlqyer njësoj si make-upet e tjera që ne bëjmë dhe për çfarë do lloj make-upi që doni që ne të rikrijojmë, na shkruani në komente, mos harroni gjithashtu të bëni subscribe për të parë projektet tona të reja që po vinë. Edhe një herë për mbyllje, thuj bye, si të kam mësuar, thuj bye. Nuk do bindet kur. Bye!